Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku një ëmbëlsirë të thjeshtë për iftar, e cila përgatitet me qumësht. E mira e kësaj ëmbëlsire është se përveç se është shumë e shijshme dhe shumë e mirë, është shumë kremoze, por kjo ëmbëlsirë përgatitet edhe shumë shpejt. Ju duhet jo më tepër se 10 minuta për ta përgatitur këtë ëmbëlsirë. Ju duhen shumë pak përbërës. Nuk do të përgatisim ëmbëlsirë që do shumë kohë edhe për ta pjekur në furrë, pasi është një ëmbëlsirë pa pjekje. Dhe në fund fare, është një ndër ato ëmbëlsira që jam e sigurt, pasi ta provoni do ta pëlqeni shumë. Në familjen time kjo ëmbëlsirë është një ndër të preferuarat, prandaj dhe unë sot vendosa ta sjell edhe për ju recetën, të cilën mund ta përgatisni për iftar për familjen tuaj. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Siç u thash në fillim, për këtë recetë na duhet qumësht. Për këtë ëmbëlsirë do të përgatisim 2 shtresa ëmbëlsire, nga të cilat një shtresë është e përgatitur me puding me vanilje dhe shtresa tjetër është me puding me kakao. Në këtë rast unë kam bërë një ndryshim dhe në vend të pudingut me vanilje kam përdorur puding me banane. Kjo është tërësisht në dëshirën tuaj, mund të zgjidhni pudingun që keni dëshirë. Mjafton një paketë me puding dhe më pas të ndiqni të gjitha udhëzimet që shkruan paketa e pudingut. Në fillim unë kam përgatitur pjesën e pudingut me banane. Në këtë rast në tenxhere kam shtuar rreth 500 ml qumësht të ftohtë. Më pas në tenxhere kam shtuar edhe paketën e pudingut. Edhe të gjithë masën e kam trazuar mirë për të paktën 2 ose 3 minuta në zjarr mesatar derisa të vëreni që masa e pudingut ka filluar të trashet. Në këtë pikë masën e pudingut e keni gati. Siç u thash, tek çdo paketë janë të gjitha udhëzimet se si ta përgatisni pudingun. Unë në këtë rast pudingun e kam marrë të gatshëm për ta pasur më të lehtë dhe më të shpejt procesin, por nëse dëshironi, pudingun ju mund ta përgatisni edhe vetë në shtëpinë tuaj, me çfarë shije të keni dëshirë. Pasi pudingun e bananes e keni gati, e hedhim në një tepsi ku do të përgatisim edhe ëmbëlsirën. Pasi e hedhim në tepsi, e lëm që të ftohet dhe ndërkohë ne do të përgatisim shtresën e dytë të ëmbëlsirës. Këtë ëmbëlsirë mund ta përgatisni me sa shtresa të doni dhe me çfarë shije të keni dëshirë. Në këtë rast unë kam zgjedhur një puding me kakao dhe procesi është njësoj siç kam vepruar edhe për pudingun me banane. Në tenxhere kam shtuar qumshtin dhe më pas kam shtuar paketën e pudingut, i kam trazuar të gjithë masën dhe në fund fare, kur masa është trashur, kam shtuar dhe një lugë me Nutella në tenxhere. Kjo është në dëshirën tuaj, nëse doni mund të shtoni edhe pak çokoladë për t'i dhënë më tepër shije. Kur masa është trashur ashtu siç duhet, e heqim nga zjarri dhe tani masën e pudingut me çokoladë do ta shtojmë sipër masës së pudingut me banane. Vetëm sigurohuni më parë që pudingu me banane të jetë mpiksur mirë dhe të jetë ftohur mjaftueshëm në mënyrë që kur ta shtoni sipër pudingun e nxehtë të çokoladës, masat të mos përzihen me njëra tjetrën. Nëse pudingu me banane nuk do të jetë mpiksur siç duhet, mund të ndodhë që masat të përzihen dhe pastaj ëmbëlsirat mos dalë me 2 shtresa. Dhe tani ëmbëlsirën do ta lëm që të ftohet mirë derisa të vijë koha e iftarit. Përpara se ta servirni këtë ëmbëlsirë, sipër i shtojmë pak kakao, kjo është në dëshirën tuaj. Dhe më pas e keni gati për ta servirur për familjen tuaj. Është një ëmbëlsirë shumë kremoze, siç e pat edhe vetë, me përbërës që të gjithë i kemi në shtëpinë tonë, me shumë pak përbërës. Po të doni, masën e pudingut mund ta blini të gatshëm dhe sipas shijeve tuaja, po të doni mund t'i përgatisni edhe vetë në shtëpinë tuaj. Një recetë shumë e lehtë, por më besoni që është një ëmbëlsirë shumë e shijshme. Unë shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like
si të ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abononi në kanalin tim, si të shtypni cilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.